Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ma min Allahu të gjithë me sheshit, me shirusit, me shqebersit. Dëshmojnë dhe kërëm se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut një, dhe dëshmojnë dhe kërëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Vllazni, jemi hadithin 16 ku transmetohet nga Abu Huraira se një burr erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë me këshillah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha la taqdab. Mos u zemro, mos u hidhro, mos u bën nervoz. Pyetsi e përsërit ke nevojën e tina, kërkoi të këshill nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ju përgjigjte atij duke thënë mos u bën nervoz, mos u zemro. Hadithin e transmeton Imam Buhariu. Ibn Hajeri në librin e tij Fathul Bari thotë se Hatabi ka thënë: fjala mos u bën nervoz do të thotë të largohesh nga shkaqet që sjellin nervozizmin dhe mos i kërko gjëra që nxisin atë, ndërsa nervozizmi në vetvete nuk është diçka ndaluar, por është diçka natyrshme që nuk mund t'i largohet njeriu. Në një pjesë tjetër ai shprehet Ibn Tini ka thënë: i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në fjalën e tij mos u bën nervoz apo mos u zemro, përzgjodhi mes të mirës së dynjos dhe ahiretit, duke qenë se zemërimi, nervozizmi shpihen në shkëputjen e lidhje mes njerëzve dhe largon çdo lloj butësie. E nganjëherë shkon deri aty sa i zemëruarit të lëndojnë njerëzit, gjë e cila cënon fen. Dietarët e fesë islame kur komentojnë nervozizmin e kanë bërë një krahasim shumë interesant. Ka thonë nervozizmi e mbolon trurin njëjtë si e mbolon alkooli. Nervozizmi e mbolon trurin njëjtë si e mbolon alkooli. E pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la talaka fil ghadab. Nuk ka prishje shkurëzimit kur njeriu është nervoz. Pse? Për arsye që ai nuk ka ditë çka ka vepruar. Pra për me nshu njeriu gruan e tina, Allah e na ruaj, që mos e bëj këtë vepër kur askush pe neve, do thotë e lëshon me vetdije, pa nervozizëm, me rregulla të tjera që janë të shkruar në librin e fikut. E padyshim që njeriu kur arrin dhe është tip nervoz, nuk e kontrollon vetveten e tina dhe do bën veprime të cilat do të pendohet gjatë jetës. Për veprimeve, sidomos kohën e sotme që kemi, një njeri i thirr familjen, i bën ziles dhe nuk e hapin derën për shkak të angazhimeve të tyre. Ai e ndin veten të poshtruar, nënçmuar, thyrë personalitetit, i bën derës dhe atë moment kamera rrugës dhe kamera shtëpisë tregon se vajza vogël ka qenë duke shkuar mja qel derën babës vet, kur ja gjun derën dhe e myt vajzën e vet për shkak që u ka vanu disa sekonda që mos e ka hapur. Do të një veprim që nuk ka pas dojmë disa sekonda, një pendim që i duhet tërë jetën për krimin që ka bërë me familjen e vetë. Allah i lartësuar i ka lavdruar njerëzit që përmbajnë veten nga zemrimi, si dhe ata që i falin njerëzit. Nëse Muhamedi sallallahu alajhi wasallam na ka lajmëruar duke thënë, nuk është i fortë ai që mund të tjerët, por i fortë është ai që përmban veten kur zemrohet. Besimtari jo që nuk kemi mundësi nga njerë me njerëz e dopt që na fynë, na rëndojnë, mendojnë ata që na mujten. Nëse na heshtim raste të caktuara, të bime të caktuara, nuk është që kemi hesht që ja kemi pas friken atyra apo dikujt tjetër. Mi pa, ajo është butësi e jone që tregojmë ndaj tyre. E pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, nuk është i fortë ai që i mund të tjerë. Do të dikush fol një fjalë që na kemi prej hoxhallarëve, prej xhamatit, që Allah i ka dhënë fuqi të jashtëzakonisht madhe. Që 10 vetë sukuraj që e fyn apo rëndon personalitetin e hoxhës apo personalitetin e xhamatit, është në gjendje me i dërgu në emergjencën më të afërt të atij vendi ku janë duke ndajt. Qoftë në pamë, qoftë të bime familjar kështu me radhë. Mirë po besimtari, thotë pejgamberi sa, por i fortë është ai që përmban veten kur zemrohet. Prandaj kur njeriu zemrohet duhet ta përmbajë veten dhe të kërkojë mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Si transmetohet në hadithin
në Sahih Buhari me numër 6115. Gjithashtu duhet të ulet apo të shtrihet, si transmetohet në Sunen e Abi Davud. Në hadithin transmetuar nga Abu Dharri, se dërguari Allah ka thënë, kur zemrohet ndonjëherë nga ju e ndodhet në kem, atëherë le të ulet. E nëse nuk i largohet zemrimi, le të shtrihet. Kërkimi i mbrojtjes kundër shejtanit, profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë di një fjalë, të cilën nëse ai do ta thoshte, do t'i largojë ajo që po ndihen. Nëse do të thoshte A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj mbrojtje tek Allah nga shejtani i mallkuar, do t'i largohej zemrimi. Këtë fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pasur 2 vjet duke u përla. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë e di një fjalë, nëse thot ky, i cili e ka kaplu zemrimi, nervozizmi i thellë, do t'i largohej ajo që i ka ndodhur atina. Dhe thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fort nuk është ai që mund të jetë në mundi, por i fort është ai që përmban veten kur është i zemëruar. Buhariu 6114. Përfitimi i nxjerrë nga hadith janë kujdesi që dërgoni sahabët për të arritur veprat e mira, sepse ky sahabi kërkoi këshill nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këshilla për largimin nga shkaqjet që shpihen drejt zemrimit dhe nga pasojat që vijnë pas tij. Përsëritja e këshillës për ndalimin e zemrimit tregon për rëndësinë e kësaj këshille. Do thot, ky njeri e ka pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam disa herë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ja ka dhënë një njëjtën këshill. Mos u nervozo. Mos u zemro. Mos kapitullo. Për arsye që ky njeri ka pas nevojë për këtë këshill. Për arsye që shumë raste tjera kemi kur kanë pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na këshillo, ka këshillu me këshilla tjera, mirëpo dietar kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedh për këtë person këshillën më të nevojshme që ka pas ky njeri. Ky ka përsërit pyetjen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigja ka qenë një. Elusim Zotin xhaleshanu xhelalu që na bëj për atyre të cilët më të vërtet përmbahen atëherë kur fillon me na kaplu zemrimi. Jo për diçka tjetër, por vetëm për hir të Allahut xhaleshanu, për arsye që më të vërtet Allahu i ka më shpërblyt durimtarët me shpërblim pa kufishëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.